Auditorët e Universitetit të Shkodrës u kthyen për pak minuta në një koncert me tinguj muzikor, të performuar me mjeshtëri dhe talent nga studentët e arteve të këtij universiteti, në drejtimin e profesor Dorian Ulaj. Në kuadër të ditës së luleve, ky koncert shërben edhe për promovimin e studentëve të këtij departamenti. Klubi Studentor i Arteve organizon një shfaqje me rastin e ditës Vers, ditës luleve, dhe kemi një mini shfaqje, po themi, me repertor nga muzika shkodrane, me repertor botëror, gjithçka interpretohet live nga studentët e departamentit. Vetë studentat kanë organizuar gjithçka me skenografi, me organizimin, me numrat artistik, do luajnë live, pra gjithçka është prej tyre. Synimi i këtij aktiviteti është një shfaqje artistike me promovu vetë klubi studentor promovon veten dhe vjen si ofertë për gjithë studentët e Universitetit të Shkodrës. Studentët pjesëmarrës tregojnë me emocion se për realizimin e këtij koncerti kanë punuar me ditë të tëra dhe do të performojnë këngë të njohura shkodrane. Jam pjesëmarrëse si prezantuese e këtij koncerti. Klubi studentor i Universitetit të Arteve është mbledhur që më organizu këtë koncert edhe që quhet Tingujt e pranverës, me rastin edhe të festës luleve, jena shtyu më shumë. Edhe pse mos me sjell diçka të re, duken se keni artista plot që po studiojnë, edhe pse jo mos me sjell diçka të bukur për këtë festë. Unë jam shumë mirë, patjetër, me më pak emocione, por vendosa sot më ardh këtu me i shërby edhe Shkodrës, por edhe shkollës teme, që unë jam pjesë, edhe në jem krenare, sepse kjo është viti fundit në fakt. Edhe para se me ik, të bëjmë diçka të bukur. Çfarë do këndoni sot? Unë do këndoj një këngë shkodrane, Margjelon, edhe do t'jem në rolin e moderatores sot. Ky koncert i sotëm konfirmon edhe një herë se Shkodra ka të rinj të talentuar që prekin majat e skenave të mëdha.